Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve të Drejtorisë Vendore Vlorë ndaluan shtetasin RR 40 vjeç banues në Vlorë për veprat penale marrëdhënia seksuale ose homoseksuale me të mitura dhe nxitja për përdorimin e drogës, pasi më datë 22/3/2025 dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një 15 vjeçare. Gjithashtu shtetasi RR dyshohet se në bashkëpunim me shtetasin FQ 33 vjeç, për të cilën ka nisur procedimi penal për veprën penale nxitja për përdorimin e drogës, ka nxitur 15 vjeçaren e dy shoqet të saj, 15 dhe 16 vjeçë për të përdorur lënë narkotike. Veprimet procedurale për këtë rast janë kryer në prani të prindërve të shtetasve të mitura, psikologës së Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë dhe mbrojtësve ligjor. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të këtij rasti. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin SP 54 vjeç banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj ish bashkëshortes së tij. Kjo shtetasi u pajis me urdhër mbrojtje. Materialet procedurale u referuan në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.